Mbi shtëpinë e vogël në periferi, ku Liami dhe Ana kishin ndërtuar folezën e tyre të parë, dielli dukej se ndriste me një dritë më të ngrohtë se kudo tjetër. Ata ishin martuar 2 vite më parë, në një ceremoni të thjeshtë të rrethuar vetëm nga miqtë e ngushtë. Për Liamin, Ana nuk ishte thjesht bashkëshortja e tij. Ajo ishte qetësia pas çdo stuhje, streha ku gjente paqe dhe njeriu që me thjeshtësinë e saj jepte kuptim çdo dite. Kur Ana, me sytë e mbushur me lot gëzimi, i dorëzoi një kuti të vogël ku fshihej testi pozitiv i shtatzanisë, Liami ndjeu se bota ishte e tij. Ata do të bëheshin prindër. Lumturia e tyre ishte kaq e madhe, sa që besuan se asgjë në botë nuk mund ta thyente atë mrekulli. Por jashtë asaj dhome të mbushur me dashuri, po thureshin hijet e errta. Elena, nëna e Liamit, nuk e kishte pranuar kurrë Anën. Për të, Ana ishte një vajzë nga një familje e thjeshtë, pa tituj, pa pasuri dhe pa ndikim në shoqëri. Elena, një grua me karakter prej guri, e mësuar të kontrollonte çdo aspekt të jetës së të birit, e shihte këtë martesë si një dështim të planeve të saj madhështore. Ajo kishte vite që ndëronte ta martonte Liamin me vajzën e një biznesmeni të fuqishëm. Një martesë që do t'i siguronte familjes së tyre një status të lartë shoqëror. Lajmi i shtatzanisë së Anës, në vend që t'i zbute zemrën, i zgjoi Elenës një alarm të tmerrshëm. Nëse ai fëmijë do të lindte, Liami do të ishte i lidhur përgjithmonë me Anën. Ajo duhej të vepronte shpejt, me ngadalësi, por me dinamik vdekjeprurse. Elena nisi të zbatonte një strategji të mirëmenduar psikologjike, duke përdorur si armë fillimisht kujdesin e tepruar. Ajo u shpërngul përkohësisht në shtëpinë e çiftit, gjoja për të qëndruar pranë nuses gjatë muajve të parë të shtatzanisë. Çdo mëngjes fillonte me kritika të mbuluara me buzëqeshje false. I thoshte Liamit se Ana nuk kujdesej për shtëpinë dhe se shtëpia mbante erë pluhur, duke krijuar imazhin e një nuseje dembele. Në mungesë të Liamit, fjalët e saj ktheheshin në thikat e helmuara drejtuar Anës, duke i thënë se ishte rritur në varfëri dhe se nuk dinte si të sillej me një burr si Liami, madje duke vënë në dyshim edhe të ardhmen e fëmijës. Ana, e ndjeshme nga ndryshimet hormonale dhe e rënduar nga shtatzënia, filloi të mbyllej në vete. Ajo çante fshehurazi në kuzhinë, duke u përpjekur të mos ia rëndonte ngarkesën Liamit, i cili kthehej i lodhur nga puna. Por ky izolim i Anës ishte pikërisht ajo që Elena priste. Kur Liami kthehej në shtëpi, Elena e priste te dera me një fytyrë të brengosur, duke thënë se Ana rinte mbyllur, nuk gatuante dhe nuk e respektonte, duke aluduar se po mbante diçka të fshehur në ndërgjegje. Pikat e helmit që Elena hidhte çdo dhet në veshin e Liamit filluan të jepnin efekt. Dyshimet e para filluan të zinin vend në mendjen e tij. Ai nisi ta pyeste Anën se pse ishte aq e ftohtë, se nuk komunikonte me nënën e tij që po bënte aq shumë për ta. Pyetjet u kthyen në keqkuptime dhe keqkuptimet në debate të ashpra. Ana ndihej e tradhtuar që burri i saj nuk e gjente forcën ta mbronte, ndërsa Liami ndihej i lodhur nga tensioni i vazhdueshëm. Goditja përfundimtare e Elenës erdhi në muajin e 5 të shtatzanisë së Anës. Ajo inskenoi një situatë dramatike. Pasi krijoi një debat të madh me Anën në kuzhinë, ku e fyeu rënd familjen e saj, Elena u rrëzua qëllimisht në dysheme në momentin kur doli Liami nga dhoma. Ajo mbajti kraharori me dorë, duke marrë frymë me vështirësi dhe duke bërtitur se Ana e shtyu dhe dëshironte ta vdiste. Ky inskenim ishte pika që mbushi gotën. Elena u shtirë si e sëmur rënd, u shtrua në spital dhe i vendosi Liamit ultimatumin më mizor, duke i thënë se zemra e saj nuk mbante më dot stres dhe se ai duhej të zgjidhte ose nënën që i dha frymën, ose atë dhe fëmijën e saj. I gjendur në një presion të jashtëzakonshëm psikologjik, i terrorizuar nga ideja se mund të humbte nënën, dhe i manipuluar totalisht nga shpifjet, Liami humbi arsyen. Ai u kthye në shtëpi me sytë e gërsuar dhe plot lot. Pa e lënë Anën të shpjegonte asgjë, ai filloi të bërtiste se ajo po i shkatëronte familjen dhe po i vrau nënën, duke i hedhur valizhet në mes të dhomës. Ana e shikoi me një vështrim që mbante brenda gjithë dhimbjen e botës. Ajo vendosi dorën mbi barkun e saj të rritur dhe kuptoi se në atë shtëpi nuk kishte më vend për të dhe për dinjitetin e saj. Me lotët që i rridhnin si lum, por me kokën lart, ajo mblodhi ato pak rroba. Përpara se të kalonte pragun e derës, ajo u kthye, e shikoi Liamin për herë të fundit në sy dhe i tha se po largohej sepse ai zgjodhi gënjeshtrën përpara dashurisë. Por një ditë do të zgjohej nga ai gjumi i tmerrshëm dhe do të kuptonte se kishte humbur të vetmen gjë të vërtetë që kishte pasur në jetë. Dera u mbyll me një zhurmë të thyer, duke lënë pas një shtëpi të zbrazët dhe një Liam të ulur në dysheme, të rrethuar nga një heshtje mbytëse. Pas largimit të Anës, shtëpia humbi çdo gjurmë drite, por Elena nuk la kohë që Liami të reflektonte. Sëmundja e rënde së ëmës u shërua si me magji sapo valizhet e Anës kaluan pragun. Elena nisi menjëherë fazën e dytë të planit, duke mbuluar Liamin me një dinamik të re jete që të mos kishte asnjë sekond të lirë për t'u kthyer pas.
Brenda 2 javësh, në shtëpinë e tyre filloi të vinte rregullisht Klea, vajza e biznesmenit të pasur që Elena kishte përzgjedhur prej kohësh. Klea ishte e rrethuar nga luksi, e veshur me marka të shtrenjta, dhe me një sjellje që synonte të bënte përshtypje në rrethet e larta. Elena organizonte darka të vazhdueshme, duke vendosur Liamin në situata ku refuzimi i Kleas do të dukej si fyerje publike. Liami, i thyer shpirtërisht dhe i mpir nga ndjenja e fajit, ra në një lloj letargjie emocionale. Ai nuk kundërshtonte më. Kur Elena i tha se fejesa me Klean ishte hapi i duhur për të pastruar emrin e familjes dhe për të siguruar një të ardhme biznesi, ai thjesht pohoi me kokë. Dita e martesës erdhi më shpejt nga ç'pritej. Elena kishte organizuar një dasmë madhështore në një hotel luksoz me qindra të ftuar, por në mes të atij shkëlqimi dhëndri dukej si një hije. Liami qëndronte me kostumin e tij të zi, i ngrirë me një buzëqeshje mekanike që nuk i prekte kurrë syt. Kur të ftuarit ngrinin gota, mendja e tij fluturonte te Ana, me fustanin e saj të thjeshtë të pambukut, duke qeshur në kuzhinën e tyre të vjetër. Çdo urim që merrte i dukej si një dënim. Klea, nga ana tjetër, shkëlqente nga kënaqësia e vëmendjes, duke mos e vrarë mendjen për heshtjen e burrit të saj. Elena e ndiqte skenën me një triumf të plot në sy, duke besuar se kishte fshirë Anën përgjithmonë. Sapo dritat e dasmës u fikën, fasada e lumturisë nisi të thërmohej. Jeta e re bashkëshortore u kthye në një makt të heshtur ftohtësie. Klea nuk kishte asnjë interes të ndërtonte një ngrohtësi familjare. Shtëpia për të ishte thjesht një vend ku kthehej pas blerjeve të shtrenjta apo netëve të gjata të kaluara me shoqërinë. Ajo filloi të tregonte fytyrën e saj të vërtetë, duke qenë kapriçoze, arrogante, dhe duke e parë Liamin e familjen e tij si diçka që mund ta blinte me paratë e babait. Në shtëpi nuk kishte më biseda e as kujdes, dhe drekat porositeshin jashtë sepse ajo refuzonte të prekte gjë me dorë, duke thënë se nuk ishte rritur për punë shtëpie. Në vend të aromës së ngrohtë të bukës që Ana gatuante me aq dashuri, shtëpia tani mbante vetëm erën e rëndë të parfumeve të shtrenjta. Liami filloi të qëndronte me orë të zgjatura në punë për të mos u kthyer në atë burg të praruar me ar. Sa herë që ulej në tavolinën e tij, hapte profilin e Anës dhe shikonte ato pak foto të vjetra, duke u bërë nga pyetjet se ku ishte ajo dhe si po rritej fëmia e tij. Edhe vetë Elena filloi të ndjente pasojat, pasi Klea nuk respektonte autoritetin e saj dhe i kthehej me arrogancë, duke i kujtuar se ajo bënte ligjin dhe se familja e saj mundësonte kontratat e biznesit. Elena gëlltiste Helmin, duke kuptuar se kishte sjell në shtëpi një perandore mizore. Liami po jetonte si një robot pa shpirt që plotësonte dëshirat e të tjerëve, duke mbajtur peshën në një tradhtie të madhe. Ndërsa në shtëpinë e Liamit ditët rridhnin mes luksit mbytës, në anën tjetër të qytetit, Ana ishte strehuar në një banesë të vogël me qira, të thjeshtë, por të mbushur me pastërti. Koha e shtatëzënisë u kthye në një sprovë të jashtëzakonshme mbi jetese. Pa përkrahje dhe e lënduar deri në palc, ajo gjeti forcën të qenia e vogël që rritej brenda saj. Filloi të punonte nga shtëpia, duke qepur dhe bërë punime dore deri vonë në mesnatë për të siguruar paratë e qiras dhe gjërat e foshnjës. Në një natë të ftohtë dimri, dhimbjet e lindjes e gjetën në anën të vetme. Pas një makinë luksoze e pa burrin që t'i mbante dorën, ajo thiri një taksi dhe shkoi e vetme në maternitet. Në korridoret e spitalit vendi i Liamit shoqërohej nga një boshllëk i madh. Ana lindi një djalë të shëndetshëm që sapo hapi syt tregoi tiparet e Liamit. Kur ja vendosën foshnjën mbi kraharor, ajo shpërtheu në lot dhimbje dhe force, duke pagëzuar djalin me emrin e babait të saj të ndjer dhe duke vendosur që ai nuk do të rritej duke lypur dashuri. Në të njëjtën natë, sikur një fije e padukshme t'i lidhte, Liami u zgjua i mbytur në djers me një shtrëngim të madh në gjoks. Ai doli në balkon për të marrë frym pa e ditur se në atë sekond kishte ardhur në jetë gjaku i tij. Muajt kalonin dhe ftohtësia në martesën e dytë arriti pikën e vlimit. Një ditë Liami u kthye herët nga puna dhe gjeti shtëpinë të kthyer në një klub nate nga Klea dhe shoqëria e saj. Kur ai kërkoi me qetësi të ndalonte festën sepse ishte i lodhur, Klea shpërtheu në qeshje tallse para të gjithëve, duke i thënë se shtëpia mbahej me investimet e familjes së saj, dhe se ai mund të shkonte të rinte në zyrë nëse nuk i pëlqente. Liami u zgjua i goditur rënd në dinjitet dhe ktheu syt nga ëma, e cila qëndronte në qoshe e strukur dhe pa zë nga frika e humbjes së pasurisë. Ai ndjeu një pështirosje të thellë për atë jetë fallco, duke kuptuar se kishte dëbuar një engjëll për të marrë një grua që e shihte si aksesor. Muret e gënjeshtrës u shembën një pasdite të vonë të së premtes, ku shtëpia ishte zbrazët sepse Klea kishte dalë për fundjavë jashtë vendit. Liami po kërkonte disa dokumente pronësie në fund të një sirtari të kyçur të zyrës, qelsin e të cilit Elena e kishte harruar. Dora e tij preku një dosje të vjetër mjekësore të asaj nate të tmerrshme. Me një parandjenjë të keqe,
Ai e hapi dhe lexoi raport oficial të mjekut të urgjencës ku thuhej se Elena nuk shfaqte asnjë shenjë të problemeve kardiake dhe se gjendja ishte një inskenim. Poshtë raportit ndodhej edhe një letër tjetër me mesazhe të shkëmbyer mes Elenës dhe një shoqeje, ku Emma mburrej se çdo gjë shkoi sipas planit, ushtir sikur Ana e shtyu. Pagoi mjekun dhe Liami e dëboi atë fshatare nga shtëpia. Liami ndjeu sikur dyshemeja nën këmbët e tij u shemb dhe gjaku i hipi në kokë. Çdo debat dhe çdo lot i Anës i kaluan para syve, duke kuptuar se kishte qenë një kukull që dorëzoi jetën në duart e një shtriganie. Në atë moment, Elena hyri në shtëpi e ngarkuar me qese blerjesh. Kur pa Liamin që qëndronte në mes të sallonit me atë shikim të egër dhe plot dëshpërim, ajo ngriu. Liami hodhi letrat përpara këmbëve të saj dhe e pyeti me një zë të mbytur sepse ja shkatërroi jetën. Elena u përpoq të shtirej sërish si viktim duke kapur kraharorin, por Liami shpërtheu duke bërtitur që të mos guxonte më të aktronte, sepse për egoizmin e saj dhe paratë e babait të Kleas e detyroi të dëbonte gruan shtatzën. Elena filloi të qante duke thënë se Ana ishte një askushi dhe se tani kishin status. Por Liami i tha se po jetonte në fermë me një grua që i ofendonte dhe i shkelte me këmbë. Ai hoqi unazën e martesës, e hodhi për tokë pranë letrave të grisura dhe i tha se po largohej përgjithmonë. Elena u hodh në gjunjë duke u lutur që të mos e linte vetëm me Klean. Por Liami u shkput pa e parë pas, duke i thënë se ajo e shkatërroi familjen e tij atë ditë që dëbove Anën dhe se tani duhet të jetonte me pasoja. Ai doli nga ajo shtëpi pa marrë asgjë me vete, i vendosur për të gjetur dritën që kishte humbur. Duke lënë pas atë shtëpi të ndërtuar mbi gënjeshtra, Liami nuk priti as sa të gdhiej dita. Ai hipi në makinë me duar që ende i dridheshin mbi timon nga zemërimi dhe pendesa, dhe nisi të ecte pa një destinacion të qartë, por me një qëllim të vetëm në shpirt, të gjente Anën. Pas shumë orësh kërkimesh, lutjesh dhe telefonatash me njerëz të së shkuarës që refuzonin për gabimin që kishte bërë, një shoqe e vjetër e Anës, e prekur nga zëri i tij plot dëshpërim, i nisi një adresë në një lagje të thjeshtë të qytetit. Mëngjesi nisi të zbarte kur ai fikur motorin e makinës përpara një pallati të thjeshtë peskatësh, ku muret ishin të zhveshura dhe balkonet ishin të mbushura me lule të mbjella në vazo plastike. Frika po e mbyste se si do t'i dilte përpara një gruaje që e kishte braktisur në momentin më të vështirë. Por dëshira për të parë sytë e saj dhe fëmijën që nuk e kishte mbajtur kurrë në krah ishte më e fortë se çdo turp. Ai ngjiti shkallët me hapa të rëndë dhe trokiti në derën me numër 12. Dera u openet ngadalë dhe Ana qëndronte aty e veshur thjesht me flokët e mbledhur kapur pas kokës. Ajo kishte ndryshuar. Mbante tani pjekurinë e një nëne që kishte luftuar e vetme me botën, një krenari që nuk mund ta mposhte asgjë. Kur pa Liamin, sytë e saj u zgjeruan nga rënja e papritur e memorisë. Por ajo nuk bërtiti, thjesht e shikoi me një ftohtësi që atij i dhemi më shumë se çdo shuplak. Përpara se ajo të thoshte diçka, Liami ra në gjunjë drejte në dyshemen e korridorit, me lotët që i rridhnin pa kontroll. Ai nxori dosjen mjekësore dhe e la mbi pragun e derës, duke i treguar me një zë të mbytur nga dënese se kishte zbuluar gjithçka, se e dinte që ajo ishte e pafajshme dhe se Emma kishte inskenuar çdo gjë për t'i ndarë. Ai nuk kërkoi që ajo ta pranonte menjëherë, por thjesht lypte mundësinë për të parë djalin e tyre dhe për t'i kërkuar falje derisa t'i shteronte fryma. Ana e shikoi letrën në tokë, pastaj shikoi burrin që dikur kishte qenë gjithë bota e saj, tani të thyer e të dorëzuar para këmbëve të saj. Ajo ndjeu një përzierje dhimbjeje dhe triumfi të hidhur. Kishte qara shumë net duke imagjinar këtë moment, por tani që po ndodhte, dashuria e vërtetë që nuk kishte vdekur kur filloi të thoshte fjalën e saj. Në atë moment, nga dhoma tjetër u dëgjua një eqare vogël fëmije, dhe Ana u rikthye tek dera me një foshën të mrekullueshme në krah që kishte pikërisht shikimin e thellë dhe tiparet e Liamit. Shpirti i Liamit u shpërb plotësisht kur pa djalin e tij. Ai zgjati duart me frikë, sikur të kishte drojë se mos e lëndonte me mëkatet e tij. Ana bëri një hap para, u ul pranë tij dhe pa thënë asnjë fjalë, ja vendosi fëmijën në krah. Kur Liami ndjeu ngrohtësinë e djalit të tij mbi gjoks, ai kuptoi se asnjë pasuri, asnjë status dhe asnjë premtim i së ëmës nuk vlente sa ai moment. Ai premtoi mbi kokën e foshnjës se do të kalonte pjesën tjetër të jetës duke rindërtuar atë që kishte thyer. Dhe Ana, duke parë pendesën e sinqertë dhe lotët e tij, zgjati dorën dhe ja vendosi mbi supe. Ajo e ftoi brenda në shtëpi, duke mbyllur derën pas tyre dhe duke lënë jashtë çdo intrigë, çdo hije të së shkuarës, të vendosur për të mos u ndarë kurrë më dhe për të rritur fëmijën e tyre me dashurinë e pastër që buronte nga shpirti.